Në qoftë se ky komision pra është i drejtë dhe atë i bie që gjithë puna që ka bërë KLP-ja dhe KLG-ja i bie që bie poshtë. Jo vetëm aq, po mos flasim me logjikën e të vepruarit të gjërave, sepse duhet bëjmë një pyetje tjetër atëherë. Po mirë, atëherë këta gjyqtarët e posaçëm dhe këta prokurorët e posaçëm që u emëruan në detyrë pa kaluar në filtrin e këtij komisioni të brendshëm të prokurorisë posaçme. Pse duhet jenë në detyrë dhe pse kanë të njëjtin atribut pse nuk kanë të njëjtin atribut siç duhet kenë këta kandidatë e rinj që vinë, sepse po të keni parasysh bërthama e parë që u krijua nuk kalojnë në këtë filtrin e çuditshëm të një komisioni të ngritur me 2 prokurorë, 1 oficer dhe 1 gjyqtar. Për të mos folur pasaj në pikpamje parimore, që nuk mund vendos një oficeri Byros Kombëtare të Hetimit të votojë që një antari i një gjykate të jurisdiksionit përgjithshëm është apo s'është i përshtatshëm për në gjykatën e posaçme. Pra ka diçka që nuk shkon. Dhe këtu kthehemi te problemet që ka sjellë reforma, duke sjellë një sër strukturash, një sër institucionesh, të cilët sot pas 7 vitesh që ne flasim në ndërtimin e këtyre institucioneve, arrim të kuptojmë që kemi vetëm burokraci dhe nuk kemi as pak shpejtim dhe as pak zhdërvjellësi të sistemit të drejtësisë. Dhe kjo është një ndër ato pika që ju me të drejtë diskutoni. Përse duhet për një foto dikush të skualifikohet nga një e drejtë të cilën e ka marrë në bazë të kritereve të përcaktuara paraprakisht. Sa duhet kuptojmë, edhe në gjykatë dhe në prokurori, sistemi karrierës është i tillë ku një prokuror dhe një gjyqtar e di që duke kryer këto veprime sipas cilësisë së profesionit, cilësisë së figurës dhe cilësisë së paraqitjes së tërë performancës së tij, pas 5 vitesh, pas 10 vjetësh, siç është rasti, do shkojnë në gjykatën e posaçme. Po ai nuk e di që duke u ftuar zyrtarisht në një ceremoni të një ambasade të huaj, takon rastësisht aty një person dhe është kriter skualifikues. Atëherë të vazhdojmë për të mos ta lodhur publikun, në rast se është përballë zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë dhe aty takon një gjyqtar apo një prokuror se është në detyrë dhe pas një jave zëvendës kryeministri shpallet në kërkim, i caktohet masë të sigurimit, ky gjyqtari dhe prokurori është i papërshtatshëm për të kryer detyrën më. Këto janë probleme të cilat duhen zgjidhur me kritere të mirë përcaktuara, jo subjektive. Për shembull, në rastin konkret takimi ishte bërë jo takimi, po ishte në ambasadën britanike. Dhe që mos mbetemi ke vogëlsirat, a do quhet takim diçka e tillë? Si ishte takim? Do quhet takim diçka e tillë, sepse më kujtohet një fabulë e disa viteve më parë. Më kujtohet një fabulë e disa viteve më parë kur e pyetën një person dhe i thanë, a e ke shok filanin? I tha, shiko zotëri, kur erdhi Papa në Republikën e Shqipërisë, unë deta në rreshtën e parë për t'i dhënë dorën. I dhash dorën Papës, po e kam shok Papën unë? Dhe kjo është historia. Gjithsesi, kur është ndërtuar sistemi për shembull? Këta nuk e dini që do të arrinin te këto përplasje me institucionet? Po pra këtë nuk arrit ta kuptoj se si ngrihet një komision brenda prokurorisë posaçme i cili do të përmbysë vendimarrjen e KLG-s dhe KLP-s. Kjo duhet shpjeguar nga pikpamja ligjore me ligj ose nga pikpamja ligjore me kronologjinë e ndodhjes së ngjarjes. Po, do të ishte më saktë që ky komisioni i prokurorisë posaçme mos të vendos vulën pasi vendos KLP-ja dhe KLG-ja, po le të marr bashkëpunimin me KLG-n dhe KLP-n dhe t'i skualifikojnë tërë kandidatët para se të vendos KLG-ja dhe KLP-ja. Unë vazhdoj të mbetem i parimit, derisa KLG-ja është në majtë të piramidës së gjykatësorit, derisa KLP-ja është në majtë të piramidës së prokurorisë, vendimarrja e tyre është e padiskutueshme nga çdo komision. Filtrat mund t'i vendosësh para vendimarrjes tyre, po jo pas vendimarrjes tyre. Për shembull, këta